Pra, ka ra krejt ajo bukuria dhe pasuria e orës së mësimit. Dhe kjo pse ra, sepse shkollat dhe universitetet në mënyrë të veçantë në këto 12 vjet janë politizuar ekstremisht. Unë s'kam kur fare interesi me thanë fjalë që nuk ekzistojnë. Sepse unë jam 40 vjet në profesionin tim, kam një profesion ndër më të mirët e kësaj bote. Unë mbjell pemë, krasiti, shartoj, punë që mi bandora. Punë ime nuk vdes kur, por problemi është se ka ra totalisht ajo mundësia dhe që ndodh atëherë. Fëmijë në shkollë nuk bojnë edukim qytetar, marrin profesionin, diplomën 5 vjet në shkollë, ja vjedh 5 vjet dhe pastaj jep një letër, edhe është totalisht i po integruar në tregun e punës, e kur del jashtë nuk i thot jetës çfarë shkollë ke marruar, po çfarë din me bën. Në një vend si me marr 6 muaj kurs, ose me i bën një shkollë me nxjerr profesionist, pra këtu në shkollat shqiptare nuk po arrin sepse ai që rekrutimet nepotike të këtyre 25 viteve sidomos, autokracia që ka kap shkollat dhe universitetet, politizimi deri tek pastruesja e shkollëve, vdekja totale e çdo njeriu që guxon me fol, a me kundërshtua, me kërku llogari, i sulën domethënë në të gjitha mënyrat, çfarë ke ti, pse flet këti, me rrogën, shif punën tate, shkon në shtëpi tate. Jo, nuk është kështu. Sepse ndodh, mu më ka ndodhur vetë, vdiqën 2 studentë, 2 nxënës. Bilesa e vdekja, të dy janë vdekje shumë dhimbshme. Po më ka ndodhur vetë, me qenë se ndërtuan një shkollë aty ke universiteti, dhe një ditë kur po tërhoqa ca lekë bankomate, kur po shkoja mbrëm, 3 çuna përballë ky tjetri kishte nxjerr pistoletin e madh në shpinë dhe ishte gati me ekzekutuar. 2-3 çuna që kishte përballë, vetëm sa ata po i luteshin, edhe shoqër që arrita domethënë më pan, edhe patën frikë se isha i veshur bukur e thanë mos është ndaj policisë. Shikoni çfarë ndodh. Kur nuk edukohet, kur nuk bëhet edukimi qytetar, atëherë shkojmë në këtë grad. Kur bie shkenca dhe teknologjia e është vetëm në letra fiktive, se nuk jepet, more po. Unë kam pas, jam rrit në Tiranë dhe unë kur e shoh domethënë ai tjetri bënte një kurs për murator, po muratori sot ai ndëruan punësohet kudo. Tani marrë shkollën si e kërkuj punësuar. Ka shtete në Evropë që marrë shkollën dhe derisa të gjejnë punë të paguhen pagën. Domethënë, dhe kanë marruar masë shkencore, kam në për Tiranë gjithkund ka 3 vjet, ka 5 vjet pa punë derisa detyrohen me ikë. Janë gjitha drejtoritë e bujqësisë, gjitha drejtoritë rajonale të rrethëve, e gjithë shërbimi bujqësor veterinar është totalisht jashtë specialistëve të mirë fill, sepse më tha njëri tash kanë qenë oficerin e ushtrisë në një fjala vjen një drejtori bujqësie. Çojnë një mjek drejtor pyesh, po nuk është zgjidhja më. Ti po shkatron. Filozofia thot harmoni, gjithkush në vendin e vet, gjithçka në vendin e vet. Atëherë, duke e bën këtë, i demotivon njerëzit. Nuk ka vend pune, nuk është i integruar dhe pranaj po linin këto probleme. Dhe mu më dhimbse rinia e Shqipërisë. E kam thënë dhe përsëris. I lutëm çdo shqiptari që më dëgjon, çdo studenti, çdo mësuesi, çdo profesori, vetëm të më gjejë një vend tjetër në rajon në Evropë që të trajtohet më poshtësisht rinia studentore, shkollore, universitare. E rinia e vendit. Atëherë çfarë do bësh? Unë shkoj çdo muaj në Londër. Edhe jetoj me ata që kanë. Të gjithë kanë mall me u kthye, të gjithë kanë lënë plesh, të gjithë. Por më tha njëri sot se isha ndrek tek njerëzit e mi, dhe më tha kishte ardhur nga Irlanda. Tha vetëm kam nënën e babën këtu, po 1 minutë zvi. Pra njerëzve u ke irrituar Shqipërinë. Ora u ke irrituar edhe vatrën ku kanë lindë. Dhe ka i problem. Njerëzit heshin. Unë jam specialist i bujqësisë, jam agronom i fushës. Unë jap mësim se di me dhanë diçka, por realisht jam i terren. I shoh fermerët grek. Fermerët grek që të gjithë e kanë ujë në parcelë. Të gjithë e kanë asfalti deri ke stani bagtive edhe deri tek parcela. Shqiptari as ka asfalt ke parcela, as ka asfalt ke stani, nuk ka asfalt as deri ke shkolla, nuk ka as ujë deri ke shkolla, nuk ka rrugë as me shkuën Barreza. Heshtë. Atëherë pse flet? Në rast se nuk flasim, ja futëm thikën në zemër shtetit shqiptar, që e kemi fituar me 1000 halle pas 460 vjetësh sunim Osman, dhe unë përpoqëm që ta ngrejmë pas një sunimi brutal e mizor që ishte sunimi komunist, e kur mos ardhmë.
Pra, unë jam i shqetësuar për rinin shqiptare, sepse e vërteta rinisa krejt ndryshe. Para 3 ditë shkëm pi një kafe me 5 student, jam çuditur, unë bëjsha mësim prej 3 muajve me ta me atë klas, jam çuditur çfarë kam dëgjuar në tavolinë. Profesor, se ka student radhës sa po vjen edhe numri po bie. Janë pak dikur nuk na i merrin klasat. Tani për 12 vjet ka ndodhur baterdia. Zoti Azizaj, duket sikur misioni juaj vazhdon shtohet. Qendra pavarësisht se ka bërë shumë punë, po duket sikur çdo ditë dalin sfida të reja. Shiko se edhe kur janë sfidat e kohës moderne tashmë? Jo, shiko, këto nuk janë Se shumë pak kohë moderne në këtë rast mund të quhet kohë primitive që zgjidhen gjërat në këtë lloj forme. Shiko, ka një ndryshim të madh. Jam shumë dakord me analizën që bëri zotëria parafolës, po jetojmë në një kohë që jo të gjithë e kuptojmë, jo të gjithë kemi aftësinë të analizojmë dhe jo të gjithë duam të ndryshojmë këtë realitet. Që po të shikojmë pak rastet, somos rastet fundit të vrasjeve të fëmijëve ndërmjet fëmijëve. Nuk janë as djema ministrash, as deputetësh, apo as drejtorish. Janë fëmijë thjeshtë. Gjë që tregon që e para sigurisht duhet të pak marrësinë. Vrasja e Martin Canit ishte përfshirë djalin një punonjëse të BGH-s. Jo, flas për viktimën, rast konkret. Shkollat publike ata. Flas për viktimën. Ishte tek pjesa e autorëve. Që do thot në shumicën e rasteve, për të mos thënë të gjitha rastet, pra kemi vrasje të fëmijëve, se s'do të them ekzekutim se fjalë rënd, po. Zënka ndërmjet fëmijëve, midis gjithë atyre fëmijëve që nuk kanë askënd që t'i mbrojë. Kanë thjesht kuptohet prindët e tyre dhe kaq. Sepse as shkolla nuk është në krah të tyre, as shoqëria nuk është në krah të tyre. E kuptohet nuk u kanë as ndonjë ministër apo deputet e ku ta di se çfarë bragjeri me pushtet që mund t'i mbrojë. Dhe ky është ai absurdi më i madh, do thosha unë, i shoqërisë shqiptare, që ajo ndarja klasore mbasi që zotëria thotë në kohën e komunizmit, sot është kthyer në ndarje pasurore. Që do thotë gjithë ata që kanë nuk kanë më nevojë të shpihen fëmijët në shkolla publike, qoftë edhe për shkak të cilësisë, qoftë edhe për shkak të incidenteve që kanë. I shpihen, po ti pyesësh gjithë po kush i ka fëmijët në moshë shkolle, do shikosh që i kanë ose fëmijët në shkolla private ose i kanë jashtë. Dhe shumë interesante në fakt që vetë media jo vetëm bëjnë një kërkim, se kërkimi mund të jetë shumë i thjeshtë, po të bëjnë një analizë dhe i vendos mikrofonin të gjithë këtyre njerëzve, që paguajnë nga taksa e qytetarëve, po që s'kan kurajon t'i lënë fëmijët e tyre në shkollat standarde, në shkollat normale të Shqipërisë. E dyta që duhet të them është që unë mendoj që ne jemi në një krizë, qoftë si shoqëri, qoftë si shtet. Më thënë, sigurisht që zgjedhjet dhanë ato rezultat që dhanë, dhe rezultat që nuk mund ta kontestosh, por ama po të shikojmë mbas zgjedhjeve, shikojmë që